Sigurimi me detyrimi i banesave nga tërmeti është projekt ligji i cili është duke u diskutuar dhe pritet të bëhet realitet së shpejti. Ministri i Financave Ervin Mete dha disa detaje se çfarë synohet me këtë nismë ligjore. Një prim bazik sigurimi i cili do të mundësoj mbrojtje nga tërmeti. Thelbi i tij do të jetë që të jetë i përballueshëm. Madje për ato shtresa të cilat edhe sot mbështeten nga qeveria, ne do të shohim në ligj që primi të mbështetet nga qeveria dhe nga buxheti i shtetit. Nisur edhe nga praktikat e shteteve të tjera, Ministri Mete tha se synohet të krijohet një fond i cili nëpërmjet risigurimit transferon riskun nga vendi tek kompanitë më të mëdha të risigurimit botërore, në mënyrë që në rast të një ngjarje që konsiderohet shkatërruese dhe katastrofë, të mund të bëhet një ndërhyrje e menjëhershme dhe e shpejtë nga modelet e sigurimit dhe risigurimit që janë praktikat më të mira botërore. Aq më i furnizuar është fondi, aq më e ulët është pagesa. Thelbi do të jetë që të jetë një pagesë e përballueshme, në mënyrë që të siguroj mbrojtjen, por në mënyrë të përballueshme. Dhe po bëjmë modele me Bankën Botërore, në mënyrë që kjo të jetë sa më e analizuar. Ideja e qeverisë u artikulua që pas tërmetit tragjik të 2019-s, por tashmë draft ligji ka marrë formën e plot dhe pritet të miratohet. Sipas ministrit Mete, janë miliona euro që u paguan në 4 vite për rikuperimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i fundit. Të dhënat flasin se nga tërmeti tragjik qeveria mbajti një risk të madh, duke e paguar 890 milion euro për ndërtim banesash dhe bonus qiraje, ndërkohë tregu privat pagoi rreth 40 milion euro dëme të ndodhura në objekte të siguruara. Tërmeti nxori në pak që sigurimi vullnetar është në nivele shumë të ulta. Qeveria ka parashikuar në draft ligj vetëm sigurimin nga tërmetet, por kjo skem pritet të zgjerohet më tej duke përfshirë edhe bujqësinë, si sektorin që rrezikohet nga përmbytjet.